Ishte partizani i zhvillimit cilësor të arsimit përkundër masivizimit dhe duke i mbetur kësaj bindjeje, u tërhoq nga posti ministror në qeverinë e parë komuniste. Kundërshtoi ligjin zgjedhor të kohës që ndalonte pjesëmarrjen në garë të partive të tjera. Emri i tij lidhet po ashtu me lëvizjen opozitare të njohur si Bashkimi Demokrat. Më 20 gusht 1960 ndroi jetë intelektuali antifashist e antikomunist Gjergj Kokoshi. Gjatë luftës së dytë botërore mori pjesë në lëvizjen antifashiste dhe si mësues përhapi ide patriotike tek nxënësit. Mirëpo mos pajtime me politikat e ndjekura për regjimit totalitar do t'i kushtonte lirinë dhe jetën. 80 ditë pasi shërbeu si titullar i Ministrisë së Arsimit, Kokoshi u dorëhoq pa e ditur se ky do t'ishte thjesht prologu i një odiseje vuajtjesh. Më 2 korrik 1946 u dënua nga gjykata e lartë si armik i popullit me 30 vjet heqje lirie dhe do të qëndronte pas hekurave, gjersa do të shuhej në moshën 57 vjeçare.